Një tjetër panoramë e Shqipërisë ju prezantua këtë fundjavë trupi diplomatik të akredituar në vend tek ndalesa radhës ishte Lezhë, një nga pikat kyçe të historisë dhe identitetit kombëtar. Vizita u zhvillua në praninë e ministrit për Europën dhe punë të jashtme Frit Hoxha dhe kryebashkiakut Pierre Indreu. Diplomatët u njohën nga afër me vlerat historike të qytetit, duke vizituar zonën arkeologjike dhe memorialen Gjergj Kastriot Skënderbeut. Ministri Hoxha cilësoi këtë tur si një mundësi për të zgjeruar perceptimin mbi Shqipërinë përtej vijës veriutare, duke vënë thesën tek trashëgimia kulturore dhe potenciali i brendshëm i vendit. Gjatë këtij wikendi, ky është stacioni i fundit, po jo më pak i rëndësishmi. Dhe donim absolutisht të ishim këtu, edhe unë jam shumë i njohur se kryetari i bashkisë na e bëri të mundur, edhe një ditë të diel, që do të thotë që ne punojmë çdo ditë, dhe për ne ditë të javës janë njësoj, por dua të them që ishte kënaqësi e madhe që gjetëm këtë moment, filluam në Shkodër, shkuam në Tamar, në Lepush, në Razëm, edhe natyrisht domethënë ky është siç thash stacioni i fundit, por ishte shumë e rëndësishme e para një herë t'u tregojmë për fasturin diplomatik një pjesë tjetër të Shqipërisë. Një pjesë të Shqipërisë që është paqe e bukur. Një pjesë ku natyra dhe zhvillimi janë harmonizuar në mënyrë të shkëlqyer dhe tregojmë se sa e rëndësishme është domethënë që të mos ngelemi vetëm në imazhin e Shqipërisë me plazhet, por edhe në pjesën tjetër të bukur të ardheut ton ku me te Alpet, por mbi të gjitha ishte e rëndësishme dhe për mua me që se unë vetë vi nga ajo zonë, të tregonim edhe ato që janë vlerat tona, të tregonim mikpritjen, të tregonim ngjyrat tona, të tregonim pasurinë kulturore. Kryebashkiaku i Lezhës Pierre Indreu u shpreh se vizitat e tilla japin vlerë promovimit të qytetit në arenën ndërkombëtare, duke konsideruar Lezhën një destinacion me peshë në hartën turistike të Shqipërisë. Po sigurisht se ashtu si tha dhe ministri, ne kemi shumë për t'tregu për Lezhën, për gjithë Shqipërinë, po Lezhë tashmë është një nga zonat më të bukura të Shqipërisë, nuk diskutohet, edhe për shkak të vendvarrimit të Skënderbeut, asaj që ne mbajmë medaljen e 2 marsit 1424. Por edhe vetë kombinacioni natyror, turizmi, agroturizmi, bujqësia që kanë marrë zhvillime të niveleve të këndshme e bëjnë Lezhën shumë atraktive, të vizitueshme, po edhe me kosto normale edhe për të huajt, edhe për shtetësit e ambasadorëve të vendeve nga mund të vinë turistët. Për ne është një mënyrë shumë e mirë promovimi të aseteve tona dhe unë jam shumë i kënaqur që jam sot këtu me trupin e ambasadorëve të akredituar në Shqipëri. Itinerari diplomatëve përfshiu disa nga destinacionet përfaqësuese veriut nga Alpet në Razëm e Vërmosh deri në Shkodër e Lezhë, ku përveç peizazheve të trashëgimisë në fokus mbetet elementi që i bashkon të gjithë, mikpritja shqiptare.